Horoskopi ditor. 20 nëntor. Dita e 20 nëntorit sjell një valë të re energjie që prek çdo shenjë në mënyrën e vet unike. Ndjenja të thella, vendime të rëndësishme dhe sinjale të qarta shpirtërore shfaqen papritur, duke të treguar se nuk është një ditë si të tjerat. Nëse ke pritur qartësi, sot ajo vjen në formën e një momenti të vogël, por shumë domethënës. Energjit hapin dyrë të reja, zgjidhin situata të mbetura pezull dhe sjellin një dritë që të shtyn përpara. Kjo ditë është thirrja që universi të ka dërguar kohë më parë. Dashi, energjit e 20 nëntorit të sjellin një ritëm të fortë, ku ndjen se je gati për të kapërcyer diçka që të ka qëndruar peng prej ditësh. Ka një moment të vogël zgjimi brenda teje, një thirrje që të shtyn të mos i lësh gjërat të shkojnë si më parë. Disa persona të afërt mund të kërkojnë ndihmë ose vëmendje, por ti duhet të mbash një ekuilibër mes asaj që jep dhe asaj që merr. Në planin emocional, një bisedë e thellë mund të sjellë qartësi, veçanërisht nëse ke pasur distancë me dikë. Në punë, një ide që e ke mbajtur brenda teje ka nevojë të dalë në dritë, sepse universi po të shtyn të marrësh hapin e radhës. Intuita jote është e fortë dhe të çon në drejtimin e duhur. Mos u frikson nga ajo që po ndryshon, sepse gjithçka lëviz për t'i hapur rrugë diçkaje shumë më të mirë. Demi, dita sjell një ndjesë stabiliteti, por edhe një lloj ngrohtësie shpirtërore që e ke kërkuar prej kohësh. Ndihesh më i qetë, më në kontroll dhe më i lidhur me vetveten. Një mesazh ose lajm që vjen nga një person i rëndësishëm mund të ndryshojë drejtimin e ditës, duke të dhënë një motiv të ri për të vazhduar përpara. Në dashuri, një moment i vogël mirëkuptimi i rikthen balancën marrëdhënies, ndërsa beqarët mund të kenë një takim interesant që ndjen se ka diçka shpirtërore. Në karrierë, është koha ideale të vendosësh kufi dhe të kërkosh atë që meriton. Një situatë që duke je bllokuar nis të hapet gradualisht. Mos lejo askënd të largojë nga e vërteta jote e brendshme. Sot, universi të fton të kujtohesh sa i fortë je kur zgjedh ta ndërtosh jetën me qetësi dhe këmbëngulje. Binjakët, dita sjell shumë mendime, ide dhe impulse kreative dhe ti mund të ndihesh i frymëzuar, por edhe pak i shpërndar. Është e rëndësishme të zgjedhësh vetëm atë që të sjell qartësi dhe të lësh pas çdo gjë që të mbingarkon. Dikush mund të kontaktoj papritur, duke të ofruar një informacion që të shtyn drejt një vendimi të rëndësishëm. Në planin emocional, mund të zbulohet një e vërtetë që të çon drejt një sqarimi të madh. Në punë, energjitë janë të shkëlqyera për komunikim, prezantime dhe ide të reja. Sot është një ditë perfekte për të folur me kurajo dhe për të shprehur atë që ke në zemër. Mos lejo frikën të zbusë dritën. Energjia jote është magnetike dhe njerëzit e ndjejnë. Përdore në favorin tënd. Gaforja. Dita të gjen me emocione të thella, por edhe me një nevojë të fortë për siguri. Mund të kesh një moment reflektimi ku kupton diçka që të ka shqetësuar prej kohësh. Universi të fton të jesh i sinqert me veten dhe të mos injorosh atë që ndjen. Në marrëdhënie, një bisedë e qetë dhe e ngrohtë mund të zgjidhë një tension të vjetër. Në punë, një ndryshim i vogël mund të sjellë një rezultat të madh, sidomos nëse i beson intuitës së parë. Financat kërkojnë kujdes, por gjithçka mbetet në kontroll. Disa kujtime të së kaluarës mund të rizgjojnë emocione të forta, por kjo vetëm për të çuar drejt një çlirimi. Sot, universi të mëson të mos kapesh fort pas gjërave që duan të ikin, por të mbash ato që vërtet kanë vlerë. Luani, energjia jote sot është magnetike dhe e fuqishme. Vëmendja bie tek ti edhe pa e kërkuar, dhe kjo mund të sjellë mundësi të papritura, por edhe disa shpërqendrime. Në një situatë profesionale, dikush vëre talentin tënd dhe kjo mund të hapë një derë të rëndësishme. Në dashuri, një gjest i vogël, por shumë i sinqert, mund të ndryshojë energjinë e marrëdhënies. Beqarët mund të tërheqin dikë me një shikim ose me një bisedë të shkurtër. Dita ka një valë pozitive që të nxit të marrësh rolin udhëheqës pa frikë. Por kujdes, mos u përfshi në dramë të panevojshme.
Sot është dita jote për të ngritur kokën lart, për të shkëlqyer dhe për të vendosur kufit e tu me forcë. Universi është në anën tënde. Virgjëresha. Gjithçka te ti sot kërkon rend, qartësi dhe organizim. Por energjia e ditës të fton të lësh pak kontrollin dhe të lejosh universin të surprizojë. Mund të marrësh një mesazh që ndryshon diçka në planet e tua, por jo në mënyrë negative. Në dashuri, hapja emocionale sjell butësi dhe afrim. Në profesion, dikush mund të kërkojë ndihmë për një detaj që vetëm ti mund ta zgjidhësh, dhe kjo të nxjerrë në pa vlerën dhe korrektësinë tënde. Financat duken stabile, por mos merr vendime të nxituara. Intuita është e ngritur dhe mund të ndjesh energjitë të tjerëve më shumë se zakonisht. Sot ke mundësinë të gjesh qetësi në mes të kaosit dhe të kuptosh se rruga përpara po hapet avash, por sigurt. Peshorja. Ka një ndjesi lehtësimi sot, sikur një barë që ke mbajtur për ditë me radhë po shkrihet ngadalë. Disa situata që të kanë stresuar marrin kthesën që prisje dhe ti ndihesh më i lirë për të marrë frymë. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më harmonike, sepse energjitë janë të buta dhe të çojnë drejt një komunikimi më të ndjeshëm. Në punë, një person mund të ofrojë mbështetje ose një ide të vlefshme. Sot je më i qartë në vendimet që duhet të marrësh. Edhe nëse diçka të shqetëson, intuita të tregon se gjithçka do të stabilizohet. Mos harro të kërkosh atë që meriton dhe të mos pranosh më pak se kaq. Dita të fton të gjesh ekuilibrin tënd të brendshëm. Akrepi. Energjia e sotme është e fuqishme për ty, disa të vërteta dalin në sipërfaqe, disa lidhje forcohen, disa dobësohen. Ti je gati për të marrë kontrollin e një situate që ke shtyrë prej kohësh. Në planin emocional, ndjeshmëria jote rritet, por bashkë me të rritet edhe intuita. Në punë, mund të kesh një moment depërtrimi, një ide brillante, ose një përfundim që të çon drejt një vendimi të ri. Sot mund të ndjesh se universi po të shtyn drejt një kapitulli tjetër. Disa dyshime që kishe zhduken. Sot është periudha ideale për të sqaruar marrëdhënie dhe për të kërkuar të vërtetën. Energjitë janë të thella dhe transformuese. Shigjetari. Dita të sjell optimizëm, por edhe disa sinjale që duhet t'i marrësh seriozisht. Universi po të fton të hapesh ndaj mundësive të reja. Disa lajme nga distanca, nga jashtë vendit ose nga një person që nuk e prisje, mund ta ndryshojnë energjinë e ditës. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë një lidhje më të fortë. Në profesion, një ide që ke menduar prej kohësh më në fund merr formë. Dita kërkon që të mos nguron, por të besosh në intuitën tënde të fuqishme. Edhe pse disa gjëra mund të duken të paqarta, rruga e re po hapet ngadalë dhe qartë. Sot është dita për të kërkuar më shumë nga vetja dhe nga universi. Bricjapi. Dita të vendos përballë një vendimi të rëndësishëm, por energjitë janë në favorin tënd. Ndihesh i fokusuar dhe i gatshëm të marrësh hapa konkret. Në punë, një mundësi që kishe harruar rikthehet pa pritur. Mund të kesh komunikime të rëndësishme me dikë në pozicion vendimmarrës. Në dashuri, dita kërkon qetësi dhe sinqeritet. Prit më shumë nga vetja dhe më pak nga të tjerët. Financat kanë lëvizje pozitive, por mbaj kujdes me shpenzimet e vogla. Sot ke mundësinë të stabilizosh shumë gjëra që kanë qenë të paqarta. Drita e ditës të jep qartësi dhe forcë për të vazhduar përpara. Ujori. Ka një energji të fortë rinovimi sot. Disa mënyra të vjetra mendimi po shuhen dhe po hapin vend për ide më të ndritura. Sot mund të ndjesh nevojën të shkëputesh pak nga rutina dhe të bësh diçka që të çliron mendjen. Në dashuri, një lidhje mund të bëhet më e afërt, sidomos nëse hapesh me sinqeritet. Në punë, idetë tua janë më kreative se zakonisht dhe dikush mund të vërë re talentin tënd. Sot ke mundësi të ndryshosh atmosferën e ditës tënde me vetëm një vendim të vogël. Besoj intuitës dhe ndiq energjinë që të çon drejt sëres. Peshqit. Dita sjell shumë ndjeshmëri, por edhe momente të bukura qartësie.
Mund të kesh një ndjesi të fortë se dikush po mendon për ty ose se një situatë po ndryshon në mënyrë të padukshme. Në dashuri, lidhjet e vërteta forcohen, ndërsa të dobëtat fillojnë të zbehen. Në punë, një person të jep një këshill të vlefshme. Sot intuita të udhëheq në çdo hap. Energjitë janë të buta, por shumë të thella. Përjetoj pa frikë. Nëse energjitë e kësaj dite ju prekën, atëherë universi po ju flet drejt për drejt. Më tregoni në komente se cila shenjë jeni dhe si po ndihen vibrimet tek ju sot. Mos harroni të bëni like, të abonoheni në Zërin e Universit dhe të aktivizoni zile që të mos humbisni asnjë mesazh kozmik. Ndajeni videon me dikë që ka nevojë për këtë dritë.